Procesi i numërimit për kandidatët nga listat e hapura në qarkun e Shkodrës ka prodhuar zhvillime të rëndësishme, duke futur në kuvend Bars Pajin nga Partia Demokratike dhe duke lënë jashtë emra të njohur të Partisë Socialiste si Edona Bilali dhe Frog Gjini. Nga 405 kuti votimi, janë numëruar 404 dhe rezultati është pothuajse i konfirmuar. Qarku i Shkodrës ka ndarë mandatet në këtë mënyrë: 5 mandate për Partinë Demokratike, 4 mandate për Partinë Socialiste, 2 mandate për Partinë Social-Demokrate. Nga të gjitha partitë, vetëm Partia Demokratike ka arritur të sigurojë një mandat përmes votave të preferencës, duke futur në kuvend Bars Pajin me 9414 vota. Ndërkohë Partia Socialiste nuk ka arritur të sigurojë asnjë mandat përmes listës së hapur. Kjo ka bërë që të mbetet jashtë Edona Bilali, ish deputete dhe kandidate e promovuar gjerësisht, si dhe Frog Gjini, një tjetër kandidat i PS-s në këtë qark. Lista e plotë e mandateve sipas partive në Shkodër: Partia Demokratike 5 mandate, Luciano Boçi listë mbyllur, Kliti Hoti listë mbyllur, Greta Bardelli listë mbyllur, Ramadan Likaj listë mbyllur, Bars Pajia listë hapur 9414 vota. Partia Socialiste 4 mandate, Mariana Koçeku listë mbyllur, Onit Bejleri listë mbyllur, Xhenis Çela listë mbyllur, Buja Rexha listë mbyllur, jashtë me Edona Bilali dhe Frog Gjini kandidat nga lista e hapur. Partia Social-Demokrate 2 mandate, Tom Doshi listë mbyllur, Sabina Jorgo listë mbyllur. Rezultati konfirmon ndikimin e listave të hapura në përzgjedhjen e deputetëve, por edhe në dërgimin e një sinjali të qartë për mënyrën se si votuesit po filtrojnë përfaqësuesit e tyre politik. Futja e Bars Pajis në kuvend dhe lënia jashtë e Edona Bilalit përbën një nga zhvillimet më të spikatura në Shkodër.